po në marrë një vendim për me bë koncerte në stadiumin Loro Boriçi. Tash ne nuk jena kundër koncerteve, absolutisht nuk jena kundër Bora Çaminit që sa të mora vesh që të bëjë një koncert. Përkundazi Bora Çamini është emri i madh, është ndër i kombit e kuptimin tonë dona, ka kontribuar për vllazninë dhe jena shumë dakord, unë jam një sponsorizues të koncertit bujor. Po çështja është e tillë, ne kena shpjeguar Bashkinë Shkodrës se ne kena një marrëveshje me UEFA, me Federatën, edhe me Bashkinë se ky stadium do të bëhet për aktivitete sportive. Rrezikojmë për me bë e vllaznisë në Kupat e Europës. Dhe vetëm këtë po rrezikojmë me lujtë edhe vllaznia në kampionat në Loro Boriçi, sepse në momentin që nuk licencohet klubi, nuk bën ndeshje në Loro Boriçi, do shkojmë me lujtë në Tiranë. Në kuadër edhe të licencimit që klubi kryen për sezonin e ri sportiv, kemi një konfirmim nga Bashkia Shkodër që klubi futbollit Vllaznia mund ta përdorin qoftë fushën e Shit Rusi, qoftë stadiumin Loro Boriçi për aktivitete kombëtare, por edhe për aktivitete ndërkombëtare. Ndërkohë, kemi konstatuar në mënyrë të vazhdueshme që këto ambiente po planifikohen për qëllime të tjera jo sportive. Kemi zhvilluar takim me datën 6 shkurt në Bashkinë Shkodër dhe ja kemi bërë qartë. Me 8 shkurt i kemi dërguar edhe një shkresë me shkrim Bashkisë Shkodër, ku ja kemi bërë qartë që minimalisht tribuna VIP nuk duhet të ketë asnjë përdërim tjetër përveç objekt sport. Bashkia nuk ka drejt pa një vendim këshillit bashkiak ta përdorë këtë objekt për aktivitete tjera për te atij sportiv. Mendoj që Shkodra ka ambiente mjaft për të organizuar koncerte, ne nuk është se jena kundër koncerteve, por që Shkodra dhe gjithë duhet ta dinë që Vllaznia ka ndeshjen shumë shpejt dhe Vllaznia do të luajnë këtu. Kena lujtë edhe besoj do luajmë gjithmonë në Loro Boriçi, kështu që për një koncert e lam stadiumin, lam Shkodrën, mendoj që është e tepërt. Kështu që shpresoj shumë që gjatë i zgjidhje për që i shërben tonëve, na shërben ne si sportista për të luajtur fushën tonë, por edhe Shkodra. Unë mendoj se do të zgjidhje urgjente për me bërë mujtën që Vllaznia, Akademia dhe gjithë bashkë të kemi mend tek Kupët e Europës dhe për të mirën e sportit dhe për të mirën e gjithëve ne të ecim përpara, sepse Shkodra ka nevojë për bashkëpunim, Shkodra ka nevojë që të jemi tonë një për emrin e Vllaznisë, sepse është një ndeshje shumë e rëndësishme përpara, ku mund të jetë edhe fatet e sezonit, edhe nuk kemi kohë për me hub për gjëra si janë gjëra më dytësore, mendoj unë, veç një person që merret me sport, një person që ka vëllai sport e kupton se ç'është mos me luajë në qytetin tonë, mos me luajë në qytetin tonë. 15.000 veç, 20.000 veç kënë të janë, atë të qojnë tonë këtu, e kojnë protest, mot një lamsh që se më gjanë vesh, në marrë vesh që nuk Vllaznia nuk ka të furti, sa është një e parishme. Pa dhe në këtë të bise më mirë, se edhe ta kanë gabit nështë, e kanë marrë iniciatimin se ta konë si mas ligjit dhe qa janë dokumenta, ne ishe parancik madhe.